Kuku, ka fshi këtë videoja do të me bu për fillimet. Të në gjatë jeta mes, shpresoj që jeni mirë, po e bëj një video me të regu se qka kam blenë në shenjë, në kuën kur kam qenë së e di, edhe ndërkohë po ju përgjigjem pyetjeve që keni pyet për porosit që i kam bo në Fashion Nova dhe qysh ka shku këtë procesi në dogan. Okej, po filloj. Drita. Qysh i kam marrë këtë këto produkte në shenjë? Unë këto produkte në shenjë i kam porosit më herët, i kam thonë qikës tezës me i porosit më herët, edhe në këtë rast kartela OneFour ka shpëtu shumë. Pse po e tham? Prej llogarisë tam bankare, që unë e përdori çdo ditë, do më thonë në përditshmërinë time, i kam marrë, i kam vendosur, i kam bo transfer, Okej, Tring. I kam bo transfer paret në llogaritë OneFour, edhe ja kom dërgu qikës tezës tam krejt listën e sanave që përdu me i ble, edhe i kom thonë paguj me qëtë kartel, edhe kështu që pagesa u bo me kartelën të OneFour, që për qëto sane është shumë pështem. Kur jam shkuar në Suedi, unë veç i kom pas sanet e shenjit në shpe atja. Okej. Tash, për ju të rëgëti qka që ja kom ble edhe vetit edhe e lonës, është një jumper që materiali i kësaj ka dal tepër i mirë. Nuk u kon i lirë, edhe menoj që për qëta u kon që ka që kualitet, se u kon dikon gati 25,30 €, nuk jam e sakt, nuk i ka kushtu, po muj me e pa dhe mi ju të regu, po që ke material tepër i mirë. Edhe ngjyra tepër i mirë, edhe kualiteti shumë i mirë. Plus mu nga më pëlqy edhe shumë stili edhe ngjyra e pullave që janë që jumper. Si do që t'jatë, qka do një me pas parasysh në që jumper është se unë e kam marrë M, se kryesisht e kam numrin M ose S, varsisht prej materialit, prej produkteve dhe ku blen. Këto ju kësha sugjeru absolut 2 numra ma pak me i marrë, sepse M edhe është shumë e madhe. Në tuti drita. Qëfar reagime, qëfar refleksi, okej. Edhe ju kësha sugjeru me marrë një numër ose 2 numër ma të vogël, se numërin zakonisht, se shumë do me thonë materiali i mirë edhe material që po zgjerohet, okej. Tash, ku mja njësë. Hajtë po e të regoj që të këmish. Që kjo këmish është shumë e mirë, shumë e lezetshme, edhe ideja, besoj që ju e keni kuptu që mundohem me u vesh sa ma thjesht, e sidomos me stil elegant, edhe që kjo këmish e ka shumë materialin e mirë, nuk e ka kështu që të irriton, më ka pëlqy shumë, po ideja jam është me hek qëto, që detajin qëto, edhe me vendos në i broshur, drita nuk o të mnajt, edhe me vendos në i broshur tjetër, edhe varsisht prej ngjyrës që unë e du me thyt bardhen me stilin të kësaj këmisha. Po si do që tjetë këmisha shumë e mirë. Një tjetër bluz është që kjo e bardha, që unë i kam ra pishmon shumë që si kam marrë në ngjyrat e tjera, si të mos në ngjyrën e zez, krem, po pink, krejt ngjyrat jënë konë gati 12 ngjyra, edhe që kjo ka kushtu dikon 5 euro ose 3 euro, bile ka pas 2 euro në do ngjyra, materiali shumë i mirë, që shumë i butë. Edhe që të predjen të dora, shumë interesant. Dhe qysh, as nuk është gjys, as nuk është krejt, shumë e lezetshme. Plus e kom provu edhe më ka najt shumë mirë. Edhe nuk u konë si thru, si që thuhet, edhe pse po duke që shtë, po besoj që përshkat dritës. Po nejsa, unë gjithë se pa ma isë branshme nuk e veshe. Një diçka që e kom ble tjetër është një sak, që është shumë i mirë, po nuk e kom provu hala që shdohet edhe heq nuk e di apo më pëlqen ajo edhe aja ka vlet ajo. Edhe bashkë me provu edhe kam me marrë mendimet e juve se çka po mendoni. Po që kjo është seti me qëta pantolona, me qëtë ngjyrë, unë kam shumë pak sanet të qësaj ngjyre edhe thash hajt se jo. Edhe është një lloj setra, që qështu është si një farë lloj bishti, po që është anash në krah, edhe që ti e vesh këto edhe e vendos edhe e lidh me një farloj, nuk ka re po shtoj e hol me qëtë ngjyrë, që unë nuk e kam së për momentin dhe nuk e di ku është. Okay. Një tjetër produkt që e kam ble është, nuk e di a keni pa një video që e kam një bluz të bardh, që është tani një pjesë si shol, kom dasht me ble edhe qëtë ngjyrën qëto, po thjesht materiali nuk më ka dali mirë. Ajo e bardha e ka materialin pak ma trash dhe është shumë e lezetshme.
ma e lezetshme. Okej, o zot, kjo është fjala jam e preferume tash. Nuk e kum pas, po më është bërë. Kam fillu i qik të lasdrohem. Okej, nejse, vazhdojmë. Edhe tash që këto e kum ble me qëtë ngjyrë, që thash tu mendu që është si e bardha, po nuk ka dal, materiali goxha i vrasht, po kështu kur e provova shumë e lezetshme. Shumë e mirë. Për ndryshe, krejt çka ma ka jap një ide është me ja vendos një pull që shto asaj të bardhës, se kur e vendos shashallin kështu, ajo rrshetke, sidomos unë që e vendosi qantën në krah të djathtë. Po me qëtë pull, që kjo ide ishte e mrekullueshme edhe asaj të bardhës do t'nja bo. Po që kjo nuk është e keqe, po jo për çmimin që ka pas. Atëherë, kam i tregu dhe dy produkte tjera. Dy produkte tjera nuk mëj me i tregu se ja kom jep Elonës, janë edhe ato dy veshja, po jonë konë dhurat për to. Po ta shumë po i tregoj dy produkte që kanë të bëjnë me organizimin. Unë vdas me edhe shumë më pëlqen që gjithë shka me konë vendin e vetë. Dhe mendoj që organizimi edhe pjesa për me i vendos gjanat në vendin e duhur është ndoshta idealja për me pas një shtëpi kështu të organizume edhe shumë të bukur edhe të lezetshme. Edhe shumë të bukur. Tash më është bash për hi. Nejse. Tash unë ndërkohë jam të full për organizime, ju jeni të mi po që atë hala këto të kiksit, ama më besoni që jam të e prit një dollap se e kam përësit për make-up edhe për keq këto produkte, nuk po du me i largu prej qesës pa o marrë qaj dollap. E kur të mbjam dollapi, ku me bu një video të ju të regu krejt procedurën që është po i organizoj sanat. Une në organizimin e bijuterive, kam plot që si kuti, por nuk kom pas kuti që e bëj në i farë organizimit të zingjirve të dorës, edhe për këtë arsye e kom ble se në shenjë ka kushtu 2 euro ose 3. Për krejt juve që dori me ble gjona tilla, mund dini me ble edhe në Jumbo. Unë i kam ble vitin e kaluar verës, kështu që nuk e besoj, nuk e di a ka ajo hala, po mundi me shiku. E ma e preferumja jam, prej krejt qëtyne sanave që a i kom ble në shenjë, është që kjo kuti e syzave. Qëtë kuti të syzave mundi me marë edhe me veti, po mundi edhe me vendos dikon kështu për mes qësaj pjesës qëto, edhe për një me shumë e lezetshme, për një me shumë interesante, edhe tamam me i organizu gjanat edhe me i pas vendin e tynev. Edhe kur don me e marë me veti, veç e ki kuti, një merë 3-4 par syze, edhe kështu. Tash, po i kthej gjanat në vend, me qenë që nesër kam e fshi, nesër jo, të shtunën, nesër, okej, s'ka rëndësi. Po ju tregoj qysh me porosit në Fashion Nova. One nuk është se kom tregu në naj video këtë produktet ose veshjet që i kom ble në Fashion Nova, po më kanë pyet për disa produkte specifike që i kam po në për video dhe kom tregu që i kam ble në Fashion Nova. Edhe krejt kurioziteti ka qenë qysh ka funksionu këtë sistemi për me i ble sanët prej Fashion Novës edhe për me ardhë në Kosovë. Edhe këto ju ngon komente, edhe nuk është se kom bo naj video specifike për ta, edhe ju kom premtu që kam e bo një video dhe kom ju tregu këtë procesin e Fashion Novës. Fashion Nova i ka disa gjana shumë të mira, jo të gjitha, po mund është me gjetë stilat të ndryshëm. Edhe ka të varsisht çka ti po don. Qysh me porosit në Fashion Nova dhe avi në Kosovë. Produktet dhe veshjet në Fashion Nova, po flas produkte sepse nuk ka veç veshja, mundeni pa dyshim me i porosit edhe në Kosovë sepse shipping ose transporti bëhet edhe në Kosovë. Çka doni me ditë është që gjatë selektimit të veshjeve që ju i keni, në Fashion Nova mos shpresoni me i kthi gjanat ose me i ndru për shkak të numrit. Jo sepse nuk është e mundur, po pse është një procedurë që one nuk ja u kisha sugjeru me hi, se është shumë e gjatë edhe mundet me t'i marr 4 muaj, 5 muaj, eventualisht 6. E që për mu është ma mirë kur nuk je sigur për diçka mos me ble, ose veç me pas, me shit, ose me jap dikojna nëse nuk dal si në fotografi që shë ke mendu. Ti e merë dhe i blen, po mendoj ishte në shport këtë produkte që ti po don me i marë. Edhe momentin kur ti i blen,
qa për produkte, ti do është meru screenshot transakcionin që të është bo në bank me shumën e njej që ke ble në Fashion Nova. Kjo të dohet për dogan ma vonë. Për krejt jo, do një me pas parasysh që në Fashion Nova gjanat vënohën këgja shumë. Unë për vete, blerin e fundit që e kom bo, për ja u tregoj konkretisht që me më kuptu ma let, e kam bo 106 euro, e kam rujt transakcionin në bank, e kam bo screenshot edhe e kam rujt screenshotin edhe për një muj e gjys nuk më kanë ardhur produktet. Posta telefonon edhe tregon që produkte ki një porosi që ti dush më shku me marrë në dogan. Edhe momentin kur thirr posta, ti veç i thu që jemi në rregull edhe shkon në dogan. Në dogan produktet i marr në rrugës për në fush Kosovë, edhe po du me cek diçka që sa herë jam shku në dogan, janë kanë disa vajza që kanë punu në dogan, gjithmonë, çdo herë se cila ka qenë më e mirë se tjetra. Edhe punëtorë që kanë qenë aty, po sidomos vajzat janë qenë gjithmonë të mrekullueshme, o nuk e di çfarë përvojë keni ju me doganën, po unë gjithmonë e kam pas shumë të mirë edhe shumë të mirë kuptueshme. Okej, veç dashta me i lavdu se e meritojnë. Tash kur shkoni në dogan, ata tregojnë edhe hapat që kemi bu, është punë 2 minuta, ti veç atë screenshotin e transakcionit kime dërgu në një email të doganës, edhe më pas dosh me pas letë njoftimin me vete, edhe me një herë merë produktin. Normalisht, kujdesuni, tash na po flasim për Fashion Nova, për produktet e tjera që janë mjekësore, ose produktet e tjera, normal që do të me pas licenca gjana tilla, ajo është çështje tjetër, po për Fashion Nova nuk të dohet kur gjë. Veç transakcioni e dërgon një email screenshotin e të shumës njej. Do më thonë, unë kom pagu 106 euro, e kom dërgu transakcionin që kom pagu 106 euro, edhe e kom dërgu edhe screenshot atë shportën kërën i kom blej produktet, ja u kom dërgu me email doganës, edhe dogana më ka jap produktin. Tash, në qëtë rast, do një me pas parasysh që unë nuk e di përqindjen e doganës, po nuk e di sakta është 20 apo 30%, 20 apo 30 euro e ki pa pages doganën, po nëse e kalon shumën 30 euro, do është me pagu. Unë për vlerën 106 euro, kom pagu 31 euro doganë. Kështu që do një me konsideru që përveç faktit që paguni në Fashion Nova, keni me pagu edhe në doganë për me marrë produkte. Krejt që to janë qka i kenit nevojshme me i dit për me porosit në Fashion Nova, për ndrysha si procedurë nëse është diçka që ju pëlqen tepër shumë, veç doni me pas parasysh që keni me prit edhe keni me pagu dogan. Edhe me bo screenshot transakcionin bankar që e keni bo pagesën, edhe me rujt edhe kur gjë tjetër nuk ju dohet. Normal të njoftimin me pas, është si procedurë më të tingullu shumë e vështirë, po një herë mund është me pas vështirësinë deri të kuptojsh, herën e dytë dhe tretë e ki shumë të lehtë me porosit në Fashion Nova. Okej. Unë ju përshëndes, ju përqafoj si gjithmonë, edhe shpresoj t'ju kem përgjigjur pyetjeve që më keni për çështjen e Fashion Novas edhe të doganës, po nëse ka edhe pyetje tjetër që unë nuk jam përgjigj, ose nuk më keni kuptu, shumë mirë kam shpjeguar, më keni kuptu, veç të gjemni edhe një herë. Më shkruani në për komente edhe pa dyshim pa tjetër, pa përtes, unë ja u kthej pra përgjigjat. Ju përshëndes edhe një herë, edhe ju përqafoj, miru pafshim!